Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok. Do ndalemi edhe ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit tashmë në vendin tonë. Do të flasim për protestën dhe vijimin e saj gjatë këtyre ditëve. Dhe pikërisht mbi këto zhvillime kam të ftuar ditën e sotme avokatin Ismail Luka. Ju përshëndes avokat. Krajsi. Atëherë, avokat, për të nisur me zhvillimet e fundit dhe protestën që ka vijuar në më shumë se një muaj, si keni parë të gjitha këto zhvillime deri më tani dhe protestën e organizuar? Po, faleminderit, Griselda, në përgjithësi protesta ka zhvillime pozitive, ajo ka pas një rritje dhe intensitet dhe nga mënyra e organizimit dhe nga mënyra e pjesëmarrjes në protest, duket që ajo çdo ditë, si më thanë, frymëzon edhe njerëz të tjerë të rinj, të cilët shprehin pak kënaqësitë e tyre për sa i përket qëllimit të kësaj proteste, duke kundërshtuar pra mënyrën e qeverisë së Partisë Socialiste dhe vetë kryeministri Edi Rama, duke artikuluar në mënyrë të panegociueshme kërkesën për dorëheqje të tij dhe për njësër probleme të tjera për të cilat kërkohet të ndërhihet në mënyrë urgjente. Ndërkaq, avokat, kryeministri Edi Rama ka deklaruar ndër të tjera në intervistë se protesta tashmë po ndikohet edhe nga interesat politike dhe aktorë të tjerë. Si e shihni këtë deklaratë, sigurisht nga pikpamja juridike, por edhe atë institucionale? Pra, çfarë niveli prove kërkohet që një pretendim i tillë të konsiderohet i bazuar? Tani, kryeministri Rama fillimisht e konsideroi protestën si të ndikuar nga shërbimet e huaja iraniane, greke, vazhdoi pastaj ruse, izraelite, çfarë ka ndërmendje. Dhe duke parë pjesëmarrjen e madhe në protestë, tani Rama përpiqet të gjejë mënyra tjera për të formuar pra protestën, duke e konsideruar këtë protestë një protestë politike. Natyrisht, protesta është një protestë e cila përfshin të gjithë grupat e interesit, që në qëllimin e përbashkët tyre kanë largimin e kësaj mënyre qeverisë, e cila ka kryer një aleancë të hapur dhe të provuar tashmë kjo me krimin organizuar dhe me grupe strukturuara kriminale. Në rastin konkret, opozita ka 13 vite që ka qenë në shesh. Dhe pjesëmarrja e opozitës në protestë bashkë me grupet e tjera të interesit për kundërshtimin pra të kësaj mënyrë sjellje arrogancë të qeverisjes, kjo nuk do të thotë se përgjegjësia ose fajin e ka opozita, se kryeministri me mënyrën e sjelljes së tij, me mënyrën e qeverisjes së tij ka akumuluar kaq shumë pakënaqësi saqë edhe për interesat e tij e kanë nxjerrë Shqipërinë në shitje, duke lobuar dhe duke hyrë në marrëdhënie me persona të tretë, qoftë grupeve kriminale, qoftë grupe të tjera interesi, me qëllim që krijoj favore vetes tij dhe personave të tjerë, duke shfrytzuar natyrisht shumicën parlamentare që ka dhe ka një specifik Griselda tani në mënyrën e kësaj keqeverisje, ose gjithçka bëhet në mënyrën duhet të flasë edhe për sa i përket pyetjes tuaj, bëhet në mënyrën ligjore. Pasi negociohet me personat e interesuar dhe kryesisht janë element me një të errët kaluar, dhe veçanërisht janë para të cilat në Shqipëri investohen si para të pista për pastrimin e tyre, rezulton se pastaj hartohet edhe kuadri ligjor në lidhje me supozojmë me dhënien e një investimi ose këto investitorë strategjik për resort apo për investimet e tjera apo për tender publik, si dhe hartohet kuadri ligjor nëpërmjet Ministrive të Linjës përkatëse ose nëpërmjet pushtetit vendor dhe kryesisht pastaj edhe me ligj në Parlamentin Shqiptar hartohen ligje që bëhet pra krimi ose korrupsioni organizohet nëpërmjet legjislacionit që miraton Rama, qoftë në qeveri me aktet e veta të qeverisë, pra me vendimarrjen e tij, qoftë edhe me miratimin e projektligjeve që miraton Kuvendi i Shqipërisë nëpërmjet mazhorancës së 83 mandateve që Partia Socialiste i ka marrë duke
vjedhur votat e shqiptarëve pasi vetëm zgjedhje të lira nuk ka pas. Do të thonë se kanë qenë votime jo zgjedhje. Është avokat nga ana tjetër, duke qenë se më përmendët dhe opozitën, pse opozita ka qenë disi e distancuar për të marrë pjesë në këtë protestë? Tani, po të shohësh artikulimet që bëhen protesta, tani në protestë artikulohet edhe largimi i një pjesë të sistemit politik aktual që drejtohet qoftë nga mazhoranca, qoftë nga opozita. Dhe në këtë këndvështrim do u nisur nga përbërja protestës me qëllim që dhe protesta të realizojë qëllimin e saj, rezulton se opozita ka siguruar pjesëmarrje, ka mbështetur protestën, por natyrisht opozita janë të njëjtat kauzat të cilat i ka artikuluar këto 13 vite dhe për shkak që kjo protestë mos shfrytëzohet nga Rama si një protestë e cila po bëhet nga Partia Demokratike me qëllim që të uli pjesëmarrjen e saj në këtë protestë, rezulton se opozita ka harmonizuar pra kërkesat e protestuesve në shesh për këto 20 ditë nëpërmjet nismave të saj ligjore, sikurse ishte nisma më e fundit ishte që grupi parlamentar i Partisë Demokratike në Strasburg në Parlamentin Evropian paraqiti disa amendamente të cilat Partia Socialiste ose grupi parlamentar i Partisë Socialiste vendosi të mbajë qendrim refuzues nëpërmjet pra mosmiratimit tyre në Parlamentin Evropian, ndërkohë që parlamentarët evropian e trajtuan protestën si një shqetësim të madh për sa i përket mënyrës ose keqeverisjes së kësaj qeverie. Pra, nuk është se ka qenë pasiv në aspektin e pjesëmarrjes së mbështetjes protestës opozita dhe veçanërisht Partia Demokratike, por format e pjesëmarrjes ose mbështetjes kanë qenë të ndryshme, por qëllimi është i njëjtë, largimi i kësaj qeverisje. A shtërhequr avokat opozita pikërisht për kërkesat dhe pankartat që protestuesit mbajnë në duar Rama në burg dhe Berisha në burg? Tani, dhe në intervistën e kaluar, bisedën e kemi trajtuar, aty në protest ka grupe interesash të ndryshme, përfshirë edhe në punës publik, dhe veçanërisht një pjesë për tyre janë Bashkisë Tiranë. Aty ka dhe grupe interesash caktuar dhe klane caktuar. Një pjesë për tyre që bëjnë thirrje të kësaj natyre, sepse është pak si e çuditshme. Një ndër problemet dhe një ndër përgesat që Shqipërisë pra është tërhequr dhe vëmendje për sa i përket hapjes negociatave, kapitujve të ri që po negocion në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Evropë është mos lejimi i SPAK-ut që të hetojë Belinda Balloku. Mosdhënia e peqimit kuvendit në lidhje me heqjen e imunitetit Belinda Ballokut për sa i përket procedimit penal të regjistruar nga ana e SPAK-ut dhe që është caktuar dhe masa sigurimi personal. Ndërkohë që po ta shohësh në protestë nuk artikulohen që të ketë është harruar, si më thanë, Belinda, që do thotë se një pjesë e grupeve të interesave aty e zhvendosin vëmendjen duke pretenduar që ky vend është marrë peng nga Rama dhe Berisha. Ndërkohë që Berisha ka 13 vite që është në opozitë dhe ti thuar tani kryetarit të opozitës që duhet shkeshën mbokti sepse ke qeverisë Edi Rama, kryeministri i shqiptarëve për 13 vite, kjo është e pa logjik. Po gjithsesi kjo përdoret nga grupe interese të caktuar, siç janë ato të Bashkisë Tiranës, të cilët zoti Velia pretendon se arrestimi i tij lidhet me qëndrimin që mund të ketë pas opozita ndaj keqpërdorimit të fondeve publike dhe mënyrës së administrimit të Bashkisë Tiranës nga zoti Velia, apo nga planet e mëshme që mund të ketë Edi Rama me zotin Veliaj. E qartë, avokat nga ana tjetër, duke qenë se përmendët edhe SPAK-un,
A mendoni se ka arritur SPAK ndoshta deri më tani të ndërtojë një profil të pavarur institucional, apo perceptimi publik vazhdon ende të ndikohet nga i gjithë ai debati publik? Tani SPAK-u ndodhet në fakt në një presion qoftë publik, qoftë ndërkombëtar, sepse investimi më i madh për krijimin e kësaj strukture të posaçme është bërë nga partnerët tanë ndërkombëtar, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe Bashkimi Evropian. Dhe pritshmëritë e tij, pavarësisht se ka pas disa rezultate të cilat nuk duhet të tregohemi nihilist të i mohojmë, për shkak të problematikës krijuar dhe tashmë janë bërë publike një sër